fitojnë qytetarët? Ju e thoni platformë, nuk është platformë. Nuk është platformë. Nuk është platformë, ajo është një marrëveshje që është bërë mes 4 partive politike, që më vonë ju bashkangjit edhe partia e Zotit Thaçi, dhe të bon 5, po që Besa nuk e pranoj dhe nuk u bashkangjit ati trupi punues. Thua që nga ajo marrëveshje një pjesë e madhe veç janë realizuar. Në atë marrëveshje është ligji për gjuhën shqipe, në atë marrëveshje është që duhet kërkuar hetim apo monitorim ndërkombëtar për disa raste, si rasti Monstrës, si rasti Kumanovës. Gjithmonë i kemi përsëritur me tash e sa kohë që ka ndodhur. Rasti i Brodecit, po për hir të atyre rasteve. Dhe ato janë në zhvillim e sipër edhe ato raste. Sigurisht që u ka rastis të dëgjoni edhe deklarata nga kryeministri i vendit që ne jemi dakord dhe jemi dakordsuar që të bëhet një monitorim dhe të zbardhet e vërteta për gjitha rastet e dyshimta të pandrejtuara, por në rasti i gazetarit Maqedonas, miku i emrit tani. Dakor. Kështu që thua që si Pako, thot gati se ajo marrëveshje është duke u zbatuar si premtim që ja kemi dhënë elektoratit shqiptar.